Kryeministri Edi Rama garantoi se brenda kësaj dekade Shqipëria do të jetë një vend eksportues i prodhimeve ushtarake, duke rijetëzuar industrinë e shkatëruar. Nga ceremonia e 16 vjetorit të antarësimit të vendit në aleancën më të madhe dhe më të fuqishme ushtarake në botë, në NATO, ai kërkoi partneritet me kompanitë prestigjioze të prodhimit të armëve. Ne do të jemi një vend eksportues i prodhimeve ushtarake brenda kësaj dekade. Ky është qëllimi. Ministri i Mbrojtjes Piro Vengu tha se Shqipëria është 100% e linjëzuar me politikën e Bashkimit Evropian në fushën e sigurisë të mbrojtjes dhe është faktor paqe dhe stabiliteti në rajon. Linjëzimi ynë me BE-n që nuk vjen vetëm me fjalë, por me vepra, në rrafshin e angazhimit ushtarak, këtë vit 500 ushtarak shqiptar do të gjenden në misione jashtë vendit. Transformim në rrafshin operacional në gjithë spektrin e forcave të luftimit, siç patëm mundësinë ta dëshmonim sot. Kryeministri Rama, ndërsa ishte pjesë e demonstrimit fizik të njësive elit të forcave të armatosura, tha se në pak vite, paga mesatare e tyre që tashmë është 1.500 euro, do të jetë në nivelet e pagave të vendeve anëtare të NATO-s. Të shfrytëzojmë industrinë e mbrojtjes edhe për të krijuar një bazë tërheqëse për vajza dhe djemë të talentuar, të specializuar, profesionistë që jo vetëm të mos largohen nga vendi, por dhe të kthehen nga jashtë. Duke e konsideruar prestizh dhe nder shërbimin e forcat armatosura, kryeministri adresoi një ftesë të posaçme për të rinjtë e talentuar të afrohen në fushën e mbrojtjes.